Por përtej kësaj kemi marrë dhe një masë tjetër të rëndësishme që ishte një kërkesë e vazhdueshme edhe nga ju për kujdestarët, sepse një nën që i përkushtohet një fëmije me aftësi të veçanta e ka të pamundur të shkojë rregullisht në punë siç shkojnë nënat e tjera, dhe duke qenë se nuk shkon në punë, përballet me problemin e mungesës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, gjë që e cënojnë pastaj padrejtësisht edhe mundësinë për të marrë një pension të merituar nesër, apo për të pasur akses në sistemin shëndetësor ashtu si duhet. Kështu që ne vendosëm po ashtu që shteti, buxheti i shtetit, t'i paguaj sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për të gjitha nënat dhe për të gjithë kujdestarët, njësoj si ata të ishin në punë.